Qëllimet në jetë i ka të qarta. Bëhet fjalë për 26 vjeçarin Ardian Berisha, i cili synon që përmes politikës të sjellë ndryshime të rëndësishme për komunitetin e tij. Berisha nga radhët e komunitetit Ashkali ka vendosur të garojë për asamblesë në Kuvendin Komunal të Prishtinës si pjesë e Partisë Guxo. Ai pranon se angazhimi politik nuk ka qenë i lehtë, por thekson se motivimi për të arritur qëllimet është i madh. Për mua ka qenë kogja e vështirë me marrë këtë vendim, por një prej gjanave që më ka inkuraju më shumë ka qenë vetë komuna, sepse kom pa shumë padrejtësi. Komuniteti Ashkali nuk mundet me qenë qytetar dorës së dytë. Komuniteti gjithmonë është vazhdu me ju mbyll dyert, edhe pse kur trejat e këtij komunitetit kam provu, gjithmonë janë mbyll dyert për ta. Dikush do të me qenë ato tavolinat vendomarrëse për ta me thonë, hej, komuniteti ka histori suksese, mënet me ndodhë histori suksese të komuniteti Ashkali. Një prej arsyeve që e shtyn të kandidojë sipas tij është mungesa e përfaqësimit të komunitetit Ashkali në komunën e Prishtinës. Në komunitetin Ashkali fatkeqësisht nuk ka përfaqësues të komunitetit Ashkali. Edhe kjo e bën ngjarje më të dëmshme, për shkak që sa herë është provu me marrë përfaqësimin, gjithmonë dikush ka dalë edhe e ka dezinkuraju edhe gjithmonë ka ra poshtë. Në fund, Berisha tregon se nga kush merr frymëzim në jetën e tij. Ma shumë si frymëzim me thonë që e kam Martin Luther Kingin, ku thotë drejtësia e vonuar është drejtësia e mohuar. Ai është frymëzuesi jam më i madh. Përveç angazhimit politik, Ardian Berisha vazhdimisht kontribuon për të rinjtë e komunitetit Ashkali, duke ofruar edhe ndihmë humanitare. Ai thotë se shërbimi ndaj komunitetit është vlera më e rëndësishme e jetës së tij.